Shumë herë nuk e kuptojmë se disa zakone të vogla të përditshme mund të dëmtojnë trurin tonë. Truri është motori kryesor i trupit, ndaj kujdesi për të është i domosdoshëm. Para se të filloj ju ftoj t'i bëni like videos. Subscribe kanalit kush ka dëshirë të më mbështesi në punën time. Shtyp edhe butonin e ziles për të njoftuar sapo të dali video e re e radhës. Një nga zakonet më të dëmshme është mungesa e ngrënies së mëngjesit, sepse truri ka nevojë për energji që në fillim të ditës. Gjithashtu, fjetja ose qëndrimi i zgjuar deri vonë prish ritmin biologjik dhe lodh mendje. Konsumimi i lartë i sheqerit është një tjetër armik i fshehur, që ul përqendrimin dhe dëmton kujtesën. Edhe zakone të thjeshta si ngrënia duke parë televizor apo telefon e shpërqendrojnë trurin. Po ashtu, veshja e kapelës gjatë gjumit kufizon oksigjenin, ndërsa mbajtja e urinës për një kohë të gjatë rrit stresin e trupit dhe ndikon negativisht edhe tek mendja. Pra, edhe pse duken të parëndësishme, këto zakone mund të krijojnë pasoja serioze për trurin. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke bërë ndryshime të vogla, sepse truri i shëndetshëm është çelësi i një jete të gjatë dhe të suksesshme.